Burim Uli ishte vetëm 13 vjeçar kur u vra më 18 prill të vitit 1999. Ai u qellua me një breshëri plumbash nga një largësi prej 30 metrash. Për këtë krem të rënd lufte të martën me 15 vite burgem, u dënua Zoran Vukotić. Familja Muli ishte prezente në sallë për të dëgjuar shpalljen e aktgjykimit. Pikërisht në rrugën kryesore, në drejtim të varrezave të qytetit, i shohin 3 policë të uniformuar dhe të armatosur. E në momenti kur 2 fëmijë të lartësekur fillojnë të kthehen me biçikletë për të ikur, njëri nga policët e uniformuar, tani i akuzuari Zoran Vukotić, pa paralajmërim, nga largësia përafërsisht prej 30 deri në 40 metra, gjuan me armë zjarrin drejtim të fëmijëve, duke qelluar në gjaks fëmijën Burim Uli, i cili edhe vdes me njëherë. Përveç kësaj vepre penale, Vukotić akuzohej edhe për dhunim seksual, si dhe maltretim të civilëve shqiptar. Mirë po në mungesë provash, ai u lirua nga këto akuza. Me rastin e dhunimit të një femre në Vushtri, e identifikuar si dëshmitarja Bëni, gjykata nga provat administruara nuk arriti të vërtetoj përtej dyshimit bazuar mirë se kryesis kësaj vepre penale është i akuzuari. Familja Muli, të cilëve pas 26 vitesh i u rikthyen kujtime të rënda, janë të pakënaqur me dënimin. Nuk është as gjallë, le të lirojnë krejt, 15 vjet e di që është ligji, e di që, po ne jemi shtet, ne duhet me formu gjykatën tonë, ligjet tona, të dënohet me ligjet shtetit Kosovës, jo me ligjet të Serbisë. Më thejke non, pse këta po dalin Serbët edhe rëmë në rrugë e nësë po gëdzoj me dalë. Edhe veç kur komunici është i burimin e kamera. Me vendimin e së martës nuk janë të kënaqur as në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ne do t'i ndjekim gjitha hapat ligjor për ta apeluar rastin edhe për ta ndjekur deri në moment e fundit. Neve na vje keq që ky rast përfundoi si rasti Vasfie Krasniqi, domethënë ajo dëshmoi se ka qenë viktimë dhune seksuale, ndërsa për aspekte procedurale nuk është marrë për bazë. Prokuroria speciale ka paralajmëruar se do të deponojë ankesë ndaj vendimit të gjykatës. Kujtojmë se një vit më parë Zoran Vukotić u bë dënuar i pari një rasti të dhunimit seksual në luftën e fundit në Kosovë. Gjykata Supreme ja bëri atij të plotfuqishëm dënimin prej 13 vitesh burgem.